Јас ќе излезам да гласам затоа што сакам Тетово да биде град каде што ќе може добро да се живее, многу подобро неголи сега. Не се плашам да излезам да гласам затоа што сакам Тетово да биде град како што и треба да биде, синоним за град што е под планините и во зеленило, а не загаден град. Kërkojmë pak për të jetuar, e jo për të mbijetuar. Kërkojmë shëndetësi e cila shëron, e jo termini im që pengon. Kërkojmë arsimim për mendjehapurit, e jo për të dëgjueshmit. Kërkojmë polici dhe gjykat në shërbim të qytetarëve. Kërkojmë qeveri e cila lufton kundër padrejtësive dhe krimit. Kërkojmë ndryshime. Ne mundemi më mirë. Ne vendosim. Tetova si një qytet shumë i madh nuk ka servietin e gazit, nuk ka transport publik, ka një numër shumë të madh të veturave të cilët qarkullojnë çdo ditë. Kjo gjë duhet zgjidhet sa më parë. Ndotës të shumt të ajrit janë domethënë kontribues të ndotjes së madhe. Është e vërtetë Jugoromi u mbyll tash, por do duhet të punohet në shumë drejtime të tjera. Sidomos në rrjetin e gazit, sepse 90% e ambisërive në Tetov ngrohen me dru.